يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون مولاي قد نمت عيون وتيقظ. Por ata pleqët e tonë dhe do të thotë që kanë qenë më herët, e kanë pas një odë, i kanë thonë oda e burrave. Ka se kur ka arë një misafir e ka morë dhe e ka unë në odën e burrave, edhe gruja s'ka shka lidh me imrena përveç se mi a thonë një përshëndetje edhe mi a pu një kafe me pi. Nga se ikhtilati, burët edhe gratë, sidomos në kohën e sotit, janë bon shumë të rrezikshëm. Pse? Sepse problemi është këtu kurse nanat e tona nuk i kemi pas na kështu të zbulume. Nanat e tona ka qenë mbulume ashtu siç ka thënë Allahu dhe pejgamberi. As vajzat e tona, e sot gratë ose vajzat e tona në pretekstin se duhin me u modernizu, me u emancipu, e ku e duhen e qka, kanë ardhë në momentin që ke frikë mi alishu sytë, qoftë ajo edhe ndoshta edhe që e ki mahrem. Ndoshta edhe nëse është halla apo tezja jote. E ku e duhen e qka? Prandaj vëllezër e dashur, sot problemi më i madh nuk është te gratë, është problemi më i madh te na te burrët. Nga se burri e ka humbur fjalën dhe e ka humbur respektin në familje. Për ata dhe gratë e kanë morë dizginën dhe e kanë morë volontin, janë duke na shetit ka janë të dashtë. Duhet me pas kujdes se edhe toleranca ka kufin. Me qenë se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka urdhëru që gratë kur dalin nga shtëpia duhet me mbulu trupin e tyre dhe nuk duhet me u pa përveç ftyrës dhe durve. Allahu Jalla Jalaluhu në ajetin të cilin ja ka zbrit Muhammedit alayhi salatu wassalam s'pari herë ka urdhëru ata dhe që ka thonë ja ju e nebiju kulli e zvajgjik, o ti pejgamber, thua ju grave tuaja, wa benatike wa nisa il mu'minin, edhe bijave tua, edhe grave të besimtarve, ju dënine alejhinna min gjelabibihinna, dhalike adna an ju urafna fela ju dhejna. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Thot Allahu Jalla Jalaluhu, o ti pejgamber, thua ju grave tuaja dhe bijave tua dhe grave të besimtarave, leti vejnë shamit, mbulojat e veta mbi trupin e tyre, sepse kjo është më afër që ata të njihen se nuk janë rrugaqe. Që ata të njihen se nuk janë rrugaqe. Vëllezër të dashur, ne e dim se kur shkojmë në vendet e perëndimit shohim se gratë më të zbuluara janë gratë ato të cilat shiten në rrugë. Janë gratë të cilat nuk kanë asnjë vije ndërgjegje, s'kan as pak moral. Dhe mendojnë se lakurisia është përparim. Kur s'ka qenë lakurisia përparim. Dhe në kohën e gjahilijetit ne e dim se koha e ignorancës ka qenë ajo e cila është formu me lakurisi. Prandaj duhet me pas kujdes muslimani në moralin e tij, në ndërgjegjen e tij. Muslimani duhet me pas turp, nga se pejgamberi alayhis salam ka thënë turpi është prej besimit. Dhe ka thonë ai i cili nuk ka
ban shka të dush. Nëse nuk ke turp, ban shka të dush. Do të thotë se turpi e mban besimtarin musliman. Prandaj Allahu xhalla xhelaluhu në këtë ajet ka dhënë urdhër, ka obligu o vëllezër. Kjo është një farsë të cilën na jemi duke e toleru dhe duke e pa me sytë tonë, mirë po nuk po mujmi me e nalë dhe nuk po mujmi me e tërheq. Prandaj nëse ne nuk mujmi, kush ka me mujt? Nëse ne nuk e nalë me këtë keqe, kush ka me ndalë? Nëse ne e shohim para syve tonë se ulesh me një burr i cili është i martuar edhe del në kafe me brek shkurta, edhe ti s'ke guxim mi thonë Allah i dashur tu që Allah azza wa jall se kjo që e jetë e bën shabrat. Nuk i mundësi me a thonë që këtë fjallë, atëherë ku ka met imani jonë? Ku ka met besimi jonë? Kur të të nalmi në atë keqën? Nëse nuk e nalmi sot. E vallahi për ata në ka ardhe keqe në ka hi edhe në për shpijet e tonë. Për ata në ka ardhe keqe në ka hi të gratë, të bijet, të motrët, të kretë. E keqe qka? Lakuritësia. Nga zaj, nuk do me thonë lakuritësia vesh me vesh një tesh me thonë se une jam vesh. Dhe ne e dim se shumice e darcmave që janë tu bo, sidomos në sezonën e verës, do të thotë jemi duke u habit se qish ka mundësi një gruaje muslimonit me dalë para burrit huaj ashtu. Kush e ka dhënë atë drejt? Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin që e transmeton Ebu Hurajra thotë: di njerëz nuk kanë me ndi erën e xhenetit, e as nuk kanë shansë me hinë në xhenet. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, do të vini kohë e cila nuk është në kohën time, ato nuk i kam pa. Thot jam disa burra që në dorën e vetë e mbajnë një kamxhik në formin e bishtit të lopës dhe i dhunojnë njerëzit me ato. Dhe i rahin njerëzit me ato, me atë kamxhikin në formën e bishtit të lopës. Edhe ne sot jemi duke i pa se do të thotë dhunuesit më të mëdhaj, të cilat i mbysin njerëzit duke i ra me çka? Me kamxhika të gomës, që ne sot i thujmë pendrek. Do të thotë për shka ju bojnë pa drejtësi vetëm se thotë se unë jam musliman. Edhe na i kemi pa, do të thotë se lufta e fundit të cila na ndodhi në Siri, pam se çfarë dhunime ju ka bën, do të thotë regjimi i Bashar al-Asadit, dhe jemi trondit të gjithë. Mirë po pejgamberi alayhis salam ka folur për çket kohë. Edhe e dyta thotë ka me ardhur një kohë që sot nuk ka te ne. Thotë kini me pa gra të veshura, por të zhveshura. Se ajo mendon se unë jam e vesht, edhe a vesht ndoshta ashtu që ka morë menja vetë, mirë po faktikisht ajo është e zhveshur, nga si shihen pjesë të trupit. Dhe se Aisha radiallahu anha një herë e erdhi një grua në shtëpi edhe e kishte një fustan të hollë, ju shqip këtë pjesja e trupit. Dhe i tha, ktheu, dil nga shtëpia ime dhe veshe një petk e cila të mbulon. Do thot e urdhoj me ndru veshjen. E ne thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, këto gra që pretendojnë se janë muslimone, edhe ndoshta e veshin xhamien në kokë, mirë po thot e kanë formën si në forma e gungave të devës. Forma e gungës së devës, do thot e ngrit piskilin në të thojmë të natë. Pse? Të bëhat pak ma moderne. Për ata pejgamberi alayhis salam ka tregu për këto gra se këto nuk kanë me hinë xhenet, e as nuk kanë me ndi erën e xhenetit.